A mund të konsiderojnë projekti si Zazani dhe Zvorneci motor real të zhvillimit ekonomik, apo rizikoj të mbeten enklava luksit të shkëputura nga ekonomia vendase? Zhvillimi i turizmit normalisht sjell pasoja pozitive ose konsekvenca pozitive për ekonominë tërësi. Por problemi është mënyra e zhvillimit dhe strategjia zhvillimore. Nuk do të proklamohet apo të kërkohet zhvillim turizmi në mënyrë të fragmentuar dhe një zhvillim i cili nuk shkon karshi themi planeve apo duke cënuar resurset natyrore, duke cënuar zonat e mbrojtura, habitatet e florës dhe faunës në shumë e radhë. Nuk mund të themi dot që investimet e huaja janë situacione të cilat krijojnë enklava apo zona të shkëputura në raport me majorancën e vendit, por patjetër që nuk mund dot të kërkohet apo të realizohet një investim vetëm duke pretenduar përfitur investitor tuaj, sepse normalisht së pari duhet të jetë në shërbim të themi qytetarëve apo konsumatorëve vendas dhe më pas një atraksion për të rrequr turistë huaj. Nuk mund dot të ofrojmë dhe një shërbim high-end apo shërbim ultra all inclusive apo një shërbim luksoz, teksa ne kemi problematika të iskajshme lidhe me shërbimet që lidhen kryesisht me turizmin. Duke nisur që nga transporti, që vjen të një problematike e madhe, infrastruktura mbështetëse dhe përshkuar përtej produktet të cilët e shoqërojnë këtë shërbim. Pra ne kërkojmë të sillim turistë të huaj të shpenzojnë para në vend, ndërkohë që ne edhe produktet më bazike ne detyrohemi që ti importojmë që nga uji, produktet bazë si frutat, perimet e kështu me radhë, duke mos fuqizuar fermerët vendas dhe ekonominë vendase, por të para në them siç vinë dhe ikin jashtë përmes blerjes nga importi të këtyre produkteve. Pra, këto para që pretendohet të vinë në vend nuk se vinë gjitha në vend. Një pjesë e vogël qëndron në vend, por një pjesë e madhe shkon duke u rikthyer për blerje produkte, shërbimesh për të shërbyer këtyre turistë apo këtyre konsumatorëve elitar. Dhe këtu qëndron në thellë problemi i turizmit tonë dhe investimeve të kësaj natyre. Pra nuk mund dot të jenë disa pika apo disa oaze në shkretir, por duhet ngritur një infrastrukturë e mirëfillt dhe duhet ngritur një strategji e mirëfillt për zhvillimin e turizmit, që ne të mos kemi këtë disbalancimin e madh të realiteteve, pra asaj që ofrohet në këto resorte të mbyllura dhe asaj që ofrohet në gjithë territorin e vendit apo në gjithë ekonominë më pas. Kur flitet për investime miliardësha, sa përqind e vlerës të krijuar mbet realisht në ekonominë shqiptare dhe sa largohet jashtë vendit? Nuk mund të flasim dot për një përqindje apo për një ndarje të saktë në këtë aspekt, sepse varet nga themi pesha që ka themi import dhe eksport në produktin në produkte që konsumohen në vend apo shërbime që konsumohen në vend. Duke pasur parasysh bilancin e thellë tregtar që ne kemi, ku edhe për produktet më bazike ne detyrojmë të drejtohemi tregut të huaj, patjetër që një pjesë e konsiderueshme shkon themi dhe kthehet mbrapsht në vendet nga ka ardhur. Për të mos folur pastaj që këto investime të cilat pretendohet që janë, se nuk di ende si qëndron realiteti, po janë investime të cilat konsiderojnë investime të huaja. Dhe në këtë moment patjetër që fitimi dhe gjithë çfarë themi mbetet nga si mbasi zbritën kostot, do të shkojnë mbrapsht tek investitorët, pra nuk do qëndrojë në vend. Cili është ndikimi konkret që mund të kenë këto projekte në GDP-n e Shqipërisë gjatë 10-15 viteve të ardhshme? Ne mund të flasim për situatën sot, ku turizmi vjen të jetë ndër dy delet kryesore me peshën kryesore në themi ekonominë lokale, duke u kombinuar me ndërtimin, ku dhe ndërtimi themi është një degë e cila është në suport të saj, pra nuk është më një degë e shkëputur nga turizmi, pra flasim për një turizëm i cili ndikon relativisht goxha në ekonomi. Por ky ndikim i turizmit në ekonomi duket sa mirë paqe edhe riskor, sepse është nga degët
turizmi i cili është shumë e ndikueshme nga themi luhatjet ndërkombëtare apo globale, është një sektor shumë sezonal, pra nuk është një investim apo një të ardhur që shpërndan gjatë vitit, por të përshëndruara shumë ngushtë në një harë kohor të shkurtër, dhe sidomos në rastin tonë akoma dhe më të shkurtër, një sezon rreth 40 deri në 60 ditë, dhe duke mos pasur mundësi alternative për të zhvilluar turizmin malor apo atë kulturor, e cilët mund të jepte një natyrë tjetër apo një zhvillim tjetër turizmin në përgjithësi. Dhe në këtë moment patjetër që ne flasim për shifra pozitive, por në thelb analizë që duhet bërë është se ç'pjesë e këtyre parave themi qëndrojnë në vend dhe reinvestohen në vend. Dhe për të folur pastaj për atë që ju kërkoni, një plan themi afatmesëm në vitin 15 vjeçar, duhet flasim për një zhvillim sustainable, qëndrueshëm, ndërkohë ai që ne shohim nuk shohim një zhvillim qëndrueshëm, por shohim një zhvillim të shpërndar sporadik, i cili normalisht krijon të ardhur, po krijon të ardhur në mënyrë të shpërndar dhe të pamatshme në një mënyrë eksakte apo të saktë. A ekziston rreziku që investimet të tilla të rrisin më tej pabarazinë ekonomike me zonave turistike dhe pjesës tjetër të vendit? Patjetër, një nga rriset kryesore është pikërisht kjo, pra zhvillimi apo organizimi i resorteve apo i zonave të caktuara të cilët bëhen të paaksesueshme për popullsinë vendase, gjë që e cila nuk është e parë, pra është diçka që ekziston sot në shumë nga zonat më elitare të turizmit global, kryesisht në Azi apo në Afrikë, janë zhvilluar resortet në të cilët themi turistët vinë dhe ikin pa dalë jashtë, pra nuk krijohet aksesi për dalë jashtë apo edhe nuk këshillohet të dalin jashtë. Dhe mbase ky do jetë ai rreziku që mund të vi shumë shpejt, pra të krijohen resorte në të cilët turistët paguajnë disa qindra euro për një natë, ndërkohë pagesa që ata bëjnë është shumë fish më e lartë se sa paga që merr një vendas i punësuar aty në bazë mujore. Pra, kjo disbalancë e madhe dhe ky fragmentarizimi jo vetëm social, por edhe ekonomik, krijon pas pasoja për gjithë ekonominë tërësi. Shpesh flitet për efektin domino të investimeve të mëdha. Çfarë do të thotë kjo konkretisht për bizneset e vogla shqiptare? Patjetër që një realizimi i investimeve të kësaj natyre bën që përqendrimi i buxhetit të shtetit, vëmendjes administratës të jetë tek ta. Dhe për sa kohë vëmendja e shtetit, suporti mes subvencioneve, lehtësirave fiskale e të tjera, siç është kryesisht që ne kemi parë përmes investimeve strategjike, bën që këto të kenë një avantazh të krahasueshëm në raport me investitorët vendas apo biznesin vendas, e cila krijon kushtet për një konkurrencë të padrejtë për ta. Patjetër që kjo është diçka që nuk është e pëlqyeshme për ekonominë, pasi vret nga shtyllat kryesore të ekonomisë sonë, i cili është biznesi i vogël, i cili është i shpërndarë në numër, është i shtrirë në pamje gjeografike, dhe që mbi të gjitha realizon punësim përmes vetë punësimit, por edhe punësimit të krahut të punës. Dhe duke dëmtuar në këtë mënyrë, mbase në mënyrë indirekte, konkurrueshmërinë dhe aksesi që do të konkurrojnë në mënyrë të drejtë me investimet e huaja, patjetër që kjo ndikon në një nivel afatmesëm apo afatgjatë në numrin e këtyre bizneseve dhe në kontributin që ta sillin në ekonomi, por edhe në punësimin që ta realizojnë për ekonominë, e cila besoj është ndër elementet kryesorë që lidhet me biznesin e vogël apo ndryshe SME-t, biznesin e vogël dhe të mesme. Nga pikpamja ekonomike, si matet nëse një projekt strategjik është me interes të vendit dhe jo vetëm të investitorit? Patjetër që ka programe apo mënyra ndryshe për të matur efektivitetin e një projekti, kundër më kryesorët është studimi i vizibilitetit, pra për të realizuar një krahasim të kostove që sjell ky dhe përfitime që sjell ai për ekonominë, për ekosistemin
në tërësi, dhe duke mos vlerësuar vetëm kostot dhe përfitimet direkte, por edhe ato indirekte. Gjë që e cila në këtë rast duket sikur mungon dhe ajo që proklamohet me zell është vlera e projektit që kalon disa miliarda. Por dhe kuptoj që këto miliardë duket se vinë dhe investohen në vend, janë miliardë cilat shpërndahen përmes konsulentëve, përmes pagesës së grupeve të huaja, pra një pjesë e vogël vjen në vend, ndërkohë dhe përfitimet që do realizohen në projekt nuk do që qëndrojnë gjitha në vend. Dhe duke bërë këtë analizë, mendoj që pastaj edhe gjykimi do të ishte tjetër, pra nuk do ishte diçka kaq kollaj e pranueshme. A mund të ndikojnë këto projekte në rritjen e çmimeve të pronave dhe kostos së jetesës për banorët vendas? Në thelb, kjo është nga pasojat negative kryesore që ndikon, pra në një inflacion të ndjeshëm të rritur, e cila nuk është vetëm përmes këtyre investimeve, por edhe përmes zhvillimit turizmit në tërësi, ku sektori i real estate-it apo i pronave dhe qenërave është i parë i goditur, por më pas gjithë të tjerat shërbime të cilat lidhen me këtë që nga entertainmenti, pra restorantet, baret, por deri tek çmimet në markete. Gjithë të cilën e kemi parë me rastin e Barcelonës, e cila ishte në qytetet e para të cilët filloi këtë luftën, po që se mund të shprehemi kështu kundër turizmit, sepse themi ndikonte në varfërimin e relativ të qytetarëve të saj. Dhe flasim për Barcelonën, çfarë do ndodhte në këtë rast që do flisnim për Vlorë apo për qytete të cilat për nga pikpamja ekonomike dhe resurseve janë shumë poshtë themi Barcelonës apo qyteteve të tjera për të cilat ne flasim. Nëse investimi realizohet sipas planit, pas sa vitesh mund të fillojnë të ndihen përfitimet reale për ekonominë kombëtare? Po, përfitimet e para normalisht shihen që në fillim, pasi afrimi brendeve apo investitorëve të huaj është sinjal pozitiv edhe për rritjen e investimeve të huaja, të cilët mund të kenë interes për të lokalizuar në vend. Por duhet të kuptojmë diçka që ne do të kemi interes për të zhvilluar jo vetëm turizmin, por degët e tjera të ekonomisë, cilët kanë peshë të qëndësishme për të folur këtu për industrinë e lehtë, pse jo bujqësinë, apo degët e tjera të ekonomisë të lidhura me to. Pra këto janë ato ndikimet indirekte. Ndikimet direkte patjetër do të shihen në momentin që projekti do finalizohet dhe do fillojë për së pari afrimi i turistëve, pagimi i kontributeve, taksave, tatimeve në vend ku për projekte të kësaj natyre, pra që zgjasin në vlerë disa miliardë, që zgjasin në kohë, patjetër që do flasim për një periudhë minimalisht 5 deri në 7 vite, që ka momenti i fillimit apo inicimit të punimeve, të zbatimit të projektit. Sa i rëndësishëm është fakti që pas projekteve të tilla që ndojnë emra me peshë globale si familja Trump, a ndikon kjo në perceptimin e investitorëve të tjerë për Shqipërinë? Ky është ndër faktorët kryesorë ndikues pozitiv, që se mund të shpreh kështu. Pasi prania e brendeve ndërkombëtare, prania e investitorëve me peshë ndërkombëtare, patjetër që e bën më atraktiv dhe më të rreqës një vend apo një ekonomi në raport me ekonomitë të tjera, krijon një avantazh konkurrues. Pastaj këtu është menaxhimi i institucioneve publike që këtë interes ta përkthejnë në të ardhura të shtesë për vendin në përqendrim ato sektor të këtyre investitorëve për cilët kanë interes vendin për të zhvilluar dhe jo vetëm për të ndërtuar kulla, objekte të cilët thjesht do mund përdoren për një periudhë caktuar kohore që sezonit veror dhe më pas qëndrojnë bosh, por të krijojnë punësim, të krijojnë ardhurën për ekonominë, pra të krijojnë, të gjenerojnë vlerë të shtuar në mënyrë të përditshme gjatë gjithë vitit. Pyetja që po e bëjnë shumë qytetar. A do ta pasyrojë këto projekte Shqipërinë si vend apo vetëm një grup të vogël investitorësh dhe përfitues lokal? Kur flasim për investimet e huaja, patjetër që përfituesit janë të gjerë, por përfituesit ndahen në direkt, indirekt dhe për nga pesha e përfitimit. Patjetër që më shumë të përfitojnë ata të cilët do të jenë të angazhuar direkt në këtë projekt, në kontraktor shqiptar, grupe interesi, por edhe ekonomia në tërësi do të përfitojë. Ajo që duhet bëhet dhe që duhet i sqarojë qytetarëve është ajo analiza kosto-përfitim. Pra, sa do përfitojmë ne si qytetarë, secili nga ne, dhe sa do na kushtojë një investim i kësaj natyre. Dhe tu flasim vetëm për këtë projekt, por për gjithë projektet
që realizohen në vend. Pasi ne fokusohet te ky projekt, por duhet të kuptojmë që investimet të mëdha të cilët kanë impakt në ekosistemin vendas janë të shumta dhe kjo gjë nuk duhet përjashtoj dhe ata. Kjo analizë bazike nuk duhet përjashtoj dhe ata. Nëse do t'ju duhet të shpjegonit me një fjali të vetme, a është Sazar një mundësi historike për ekonominë shqiptare apo një bazë më shumë të panjohura? Çdo investim i huaj duhet parë si oportunitet, por duhet parë si oportunitet duke gjykuar mbi baza transparence, duke pasur parasysh shifrat konkrete që investohen, një plan biznesi të mirëfillt që themi kthehet mbrapsht ky investim dhe çfarë ngjelet në ekonomi. Kur ka mungesë transparence dhe kur nuk ka një pasqyrim realist të situatës për çdo investim, patjetër që duket më shumë si një risk se sa një përfitim në sytë të qytetarëve. Pra këtu ngjelet roli i institucioneve për të edukuar dhe për të informuar publikun dhe taksapaguesit për investime. Falenderoj shumë.